Selam aleikum e mbrëma, të dashur shikues e dëgjues të RTV Pendimit dhe mirë se takuam në emisionin ton të radhës fundjavë me profën. Me mua autor e moderator Shpëtim Senin, kurse sonte në prag të Bajramit e kemi një mysafir special. Jemi ditë të premte të dielën në kismet po festojmë Bajramin, e pjesë e kësaj feste është as më shumë e as më pak se vetë themeluesi dhe drejtori i RTV Pendimit. I dashur të nderuar për gjithë publikun, Hevzi Hasani. Selam aleikum, drejtor, të mirë se në erdhën në emision. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh, i nderuar Shpëtim. Mirë se ju gjeta, ju falenderoj për ftesën. Allah ju shpërblet. Ndërdet kënaqësi të kemi marrë për kohës që kënda për familjen, po kënda edhe për gjithë ne shikuesit të dëgjuesit, edhe të falenderojmë edhe të jemi me njohës. Bisedën nisë një rëndomësi me të gjithë pranishmit tanë në këtë odën e madhe të RTV Pendimit, për të kthej pak në kohë të ai Hevziu i vogël. Je Hevziu i vogël që është lindë e rritë në Prizren, apo është lindë e rritë në Gurbet, apo ajo familja jote si ka qenë dhe udhtimi jot deri këtu që sot kalojmë pak nga përhapat e shtektimit tuaj? Po, falenderit për pyetjen sa i përket femërisë time. Unë kam lindur në fshatin Bresan, komuna e Dragashit, njëhet edhe ndryshe si Opoja. Për ata që nuk e din, ma afër është afër qyteti më i madh është Prizreni. Domethënë diku 30 kilometër është larg Prizrenit. Aty domethënë kam lindur dhe aty domethënë pjesën e femërisë kam kaluar aty deri në shkollën, domethënë shkollën fillore deri klasën e 3. Kam ndjekur mësimin aty në fshat. Pastaj domethënë si edhe shumë të tjerë nga popullata jonë që kanë emigruar, domethënë edhe ne si familja apo themi kështu më mirë, baba im ka marrë rrugën e Gurbetit domethënë. Pastaj ai vendosi domethënë që edhe neve duke filluar për nënën time edhe vllahun dhe motrën na merr atje domethënë në Austri. Kështu domethënë deri në moshën 10 vjeçare kemi jetuar në fshatin Bresan të Opojës, këtu në Kosovë. Pastaj domethënë kemi emigruar në Austri, domethënë prej atëherët deri më tash jemi në Austri. Si e përjetuat ndryshimin nga Kosova në Austri? Ndjenjen emocionale, përshtatjen, mos përshtatjen, pranimin e mos pranimit, si një shqiptar i huaj ndoshta për austriakët, si u gjetet me situatat në Gurbet tash? Po, siç besoj që edhe shumë të tjerët, domethënë shpërngulja në një vend tjetër nuk është e lehtë dhe ka mërzi, ka emocione edhe për ne si fëmijë, për talon pas domethënë familjen e ngushtë duke filluar prej gjyshën e axhallarët, e tezat e kretat ato në radhë, domethënë nuk ishte lehtë, edhe pse domethënë ishim fëmijë, mirë po kemi qenë në gjendje për ta kuptuar. Sigurisht. Këtë ndarje edhe nuk ishte lehtë, domethënë. Pastaj atje edhe integrimi, domethënë atje ishte natyrisht nuk është lehtë, sepse ti shkosh në një vend që më parë domethënë nuk e dish gjuhën e atij vendit. Deri ta mësosh vendin, deri ta mësosh gjuhën e ato përshtatjen, traditat e tyre, kështu me radhë, domethënë natyrisht që kërkohet një kohë. Për cilat vite po bëjmë fjalë më saktë, shkollës tuaj në Austri? Për cilat vite po bëjmë fjalë? Po, domethënë ne kemi shkuar në Austri në vitin 1992, domethënë. Kohën e para luftës. Po, domethënë në atë kohë ishte edhe shumë më lehtë për të fituar domethënë dokumentat e kretat ato. Pastaj nuk kanë shkuar edhe 3-4-5 muaj edhe janë bllokuar, domethënë procedurat për të sistemuar në një vend të Evropës, në këtë rast Austri, domethënë janë vështirësuar. Në fat e mirë për familjen. Në fat e mirë për familjen tuaj kjo që. Po, shumë mirë. Mos marrë vështirësitë dokumenteve. Po. Edhe këtë mundësi domethënë baba ime ka shfrytzuar, domethënë se natyrisht është biseduar shumë më herët se Austria do t'i vështirëson kushtet për të emigruar. Edhe baba im e shfrytëzoi, domethënë se baba im domethënë ka shkuar në Gurbet 2 vite para se më shkuan nasi familje. Pas 2 vite domethënë kemi shkuar edhe na, domethënë të bava atje në Austri. Edhe Po, shkollimi, si vazhdo jeta prej Kosovës
Domethënë siç thash unë në Kosovë e kum vijuar domethënë shkollën fillore deri në 3-ën klasë. Para shkollora, si e thonë këtu, domethënë Shkollën fillore. Shkollën fillore. Klasës parë ditë 9, tash ditë 8 dikur. Pastaj domethënë atje kur kum shkuar automatikisht një vjet ma kanë hupa aty, për shkak gjumës se këtu. Domethënë në shumicën e rasteve ndodh, pothuajse me çdo kënd. Kum filluar domethënë prej klasës 2 të shkollën fillore, pastaj domethënë shkollën prej klasës 5 deri 8-ën, edhe pastaj shkollën e mesme. Shkollën e mesme e kam krijuar si ndërtimtari. Kam vijuar domethënë shkollën e mesme 5 vite. Pastaj domethënë kam punuar edhe si mjeshtër kryesor ndërtimtari. Edhe 3 vite domethënë gjithsej 8 vite domethënë në ndërtimtari. Domethënë qysh në moshë 3 kraj djathtë i babës, domosdoshmërisht kuptimin mbështetësi familjes. Po. Domethënë si edhe shumë shqiptarë nga komuniteti jonë që kanë punuar domethënë ndërtimtari, edhe unë domethënë kisha dëshirë që punoj edhe shkollohem në këtë drejtim. Edhe alhamdulillah arrita me sukses, por me kalimin e kohës arri pak vështirësi, po njeriu edhe ka dëshirë pak që të sfidohet me diçka tjetër. Kështu që domethënë u largova prej ndërtimtarisë. Pastaj domethënë kam vazhduar si shofer i kamionit me një firmë atje në Austri, 7 vite. Pastaj domethënë pas kësaj domethënë deshta që të vazhdoj si shofer, prap shofer, ama jo kamion, shofer e autobusit. Edhe kështu që domethënë prej atje tash jam edhe tash domethënë aktualisht jam si shoferi i autobusit atje në Linz të Austrisë. Në Linz të Austrisë. Si është ndjenja të dëgjosh bashkëdhetar, të flasin herë shqip, herë gjermanisht, edhe të orientojnë edhe të pyesin e drejtohen për udhëzime. Ndjenja si e presin ata një shqiptar tjetër drejtues autobusi atje edhe si reagojnë kur tashmë atje është bërë edhe normal. Një numër jo i vogël, po. Se siç thoj edhe ti, domethënë numri është goxha e madhe dhe është duke u rritur dita ditës. Edhe nuk është më diçka e re, apo kupton. Por normal, shumica atje për shembull në Linz edhe me njofin, apo kupton. Për shkak ka bashkëvendas, ke prezernas atje? Po, në Linz ka shumë, domethënë opojali. Opojali, më sa. Duhet me thonë opojali se na jemi topojës, domethënë jo prezrenit. Opojali ka shumë, domethënë sidomos Linzi, domethënë njihet si një qytet që më shumë ka opojali. Po. Bile aty një mini komune pas një Po, bravo. Bile është një vend aty, një lagje ku kemi banuar edhe ne, familja jonë, domethënë aty aq ka pas shumë opojali, saqë domethënë ajo rruga u thirrte Frankstraße. Apo kupton? Në gjermanisht domethënë. U thirrte Frankstraße. Ndërsa ne e patmi konvertuar atë rrugë e patmi nga Opoja Shtrase. Rruga Opoja. Po, ajo nipa domethënë si Opoja Shtrase, mirë po domethënë na jemi të fol para 10 vite, 15 vite. E tash domethënë nga ajo lagje domethënë shumica janë larguar, sepse ndërtesat ishin shumë të vjetra. Edhe komuna ose tjera institucione nuk dëshironin të renovojnë ato. Domethënë flitet që ato do të prishën krejt, edhe do të bëhet diçka tjetër, tash çka do të bëhet nuk e dim. Kështu që shumica janë larguar prej asaj lagje, edhe shumica kanë bën shtëpia të veta, domethënë Linz ose rrethinës Linzit, kanë bler banesa të veta kështu më radhë, domethënë kanë ndryshuar sanët. Sa ka ndryshuar për feministët tonë në Linz dikur edhe sot, kanë ndryshuar gjërat për të mirë për juve si mërgjimtar, përgjithësi për jetën e të gjithëve që jetojnë në Linz, apo dallimin, si e shet tash, si e përjeton, si ke përjetuar dikur? Kështu, domethënë, unë mendoj se ka ndryshuar për të mirë, edhe sidomos për aspektin fetar, neve si musliman, domethënë, shumë ka ndryshuar. Janë lehtësuar organizimet. Po, janë lehtësuar shumë. Ne për shembull tash komuniteti shqiptar musliman në Linz e ka ndërtuar një xhami shumë të madhe, domethënë nga themeli. Pa pas fare hiç. Po, domethënë, për shembull, unë mendoj tash më pas thonë dikujt para 15-20 vite që do ta ndërtojmë një xhami prej themelit, ndoshta domethënë shumë pak e kishin besuar këtë, kupton.
Ndërsa ne sot për shembull kemi këtë xhami, tash për përmendje edhe emrin është xhamia Bashkimi, Sigurisht, po. që i plotëson gjitha kushtet. Aty është domethënë vend falja, janë klasat për me mësue, domethënë ka vend për aktivitete sportive, ka vend për seminare, është lokali, restoranti, domethënë është me të vërtetë është diçka shumë madhështore, domethënë sa i përket pyetjes tonë që thaje si janë duke shkuar procedurat. Unë mendoj se është për mirë, është për mirë në shumë aspekte. Në shumë aspekte, inshallah vazhdon kështu, e nuk ndryshohet diçka për të keq. Amin. Si themelues edhe si drejtori i përgjithshëm i fillimisht i Radio Pendimit, nga lindi kjo nevojë, nga lindi kjo ide, si e gjete vetën, gjete përkrahje, gjete mbështetje, e morën me seriozitet, përkrahën mbështetën apo thonë do t'ja dalësh, të morën me rezervë. Si nisi kjo, prej lindi kjo ideja, qëllimet s'po dishoj që të mira, thirrjen në islam, në udhëzim të gjithë neve, po si rjedhoj, si procedurë, si lindi, si ide. Shiko, vllai nderuar në shpirtim, unë domethënë prej femërisë gjithmonë e kam dashur teknologjinë, sidomos për shembull më marr me kompjutera. Kjo domethënë një pasion i imi. Prej femërisë, domethënë gjithmonë e kam dashur këtë. Para se ta hapi domethënë Radio Pendimin, ose para se të më vjen udhëzimi, se për fat të keq domethënë ashtu edhe ka qenë caktimi i Allahut, nuk kam qenë bashkë në rrugën e Allahut si duhet, apo kupton? Domethënë unë shumë prej nesh, po. Unë domethënë para Radio Pendimit kam punuar në shumë radiostacione tjera. Edhe të njohura domethënë. Si producent, si DJ e kështu me radhë. Domethënë kam pasur edhe para Radio Pendimit kam pasur shumë njohuri në këtë drejtim, në sferën e mediumit. Tash nuk po duhet shumë edhe me kujtue këtë kaluar, se nuk është shkon se gjete vetën atje, edhe lindi ideja që domethënë unë mendova kështu, domethënë unë thash vetes time, thash deri më tash kam kontribuar për të keq. Se me kontribuar domethënë në radiostacione ku dëgjohet muzika ose në vende ku dëgjohet muzika, një reflektimi, pijet alkooli kështu me radhë, ajo është diçka keq domethënë. Na nuk jemi të bëu mirë, ato besoj që secili prej neve ka çon. E unë i thash domethënë vetes kur merr udhëzimi i Allahut. Unë i thash vetes, thash deri më tash kum kontribuar keq, domethënë kum kontribuar ndoshta për shejtan, apo kupton? E thash tash duhet me kontribuar tash për Allah. Kur merr udhëzimi i Allahut. Edhe kështu çka thash domethënë çka mundi me bë unë me këtë dieni që ma ka dhënë Allahu i lartësuar. Çka mundi me bë? Unë thash okay, unë deri më tash e di si funksionon domethënë për me hap një radiostacion. I kam mjetët të gjitha domethënë, të gjitha jo se fillimi na dim, çdo fillim është i vështirë. I vështirë sigurisht. Nash nga aspekti material, nga teknika, nga gjithçka. Amo thash unë thash du m'ja dal, apo kupton? Tash kom e nis unë thash këtë. Pa marrë parasysh domethënë, a do të ketë sukses ajo, thash unë duam me nis këtë, apo kupton? Se njohurinë e kisha, apo kupton? Allah mu mi ka dhënë. Mi ka dhënë gjithat mi ka dhënë. Unë e kisha njohurinë se si funksionon. Edhe kisha njohurinë se çfarë duhet me bëj, domethënë që njerëzit të tjerë mirëthirr. Me bëj marketing, mirëthirr me thonë, e janë këtu, se këtu është mirë. Kjo është e drejtë, kjo është e vërtetë, po. Edhe domethënë unë isha shumë optimist edhe alhamdulillah, domethënë. Me këtë diskutove, me këtë kajtë hall dert, me këtë bisedove për herë të parë. Hey, du me bë këto edhe si ishte reagimi për krahja, mbështetja, hezitimi, ngërrimi, ja del s'ja del, ato farë sfidat, ballavacimet e para. Për cilën vit bëhet fjalë që nga themelimi? Domethënë siç e dinë edhe shumica, Radio Pendimi është hapur në vitin 2006 në tetor. Mirë po, bisedat e këto sa ne kanë filluar pak më herët, disa muaj më herët, domethënë. Shiko, sa i përket domethënë se kush me koha kam biseduar, kush më kanë ndihmuar në këtë çështje, domethënë unë çdo fillim është i vështirë dhe nuk kisha shumë njohuri për shembull, a di? Nuk kisha shumë njohuri se çka duhet me transmetuar në këtë radio.
Konsulta duheshin patjetër. Unë e disha se duhet me transmetue ilahi, duhet me transmetue derse, duhet me transmetue Kur'an, hadithe, mirë po. Po se cilat po. Unë domethënë se ku më i gjet këto, a kupton? Në atë kohë domethënë nuk ka pas YouTube. A kupton? Që sot për YouTube domethënë hit YouTube edhe i marrësh gjitha materialet. Një sfidë goxha e rëndë kohës kjo. Unë domethënë e kisha në atë kohë një motër muslimane domethënë që jemi edhe familje domethënë jemi të afërt kështu, domethënë ajo ishte udhëzuar shumë para meje. Bëhet fjalë për motrën Suada Flugaj. Edhe domethënë baba jam, babajnë e kësaj motrës Suada ka daj, a kupton? Edhe na familjarisht domethënë shpesh herë me dalim domethënë lehtësimet veç nisën, mas një jetë të mirë, po lehtësimet veç nisën, po. Edhe unë domethënë bisedova me ato, i tregova thash e kam çet ide, çet mendim për me hap një radio islame. Thash çka mendosh ti? Domethënë a mundesh me ndihmue në këtë drejtim, për shembull me më gjet materiale ilahie të thënë ajo tha po, sigurisht se po. Ajo e pëlqen shumë domethënë. Edhe fillimet e radios domethënë ne kemi bën bashku me këtë motrën Suada Flugaj. Domethënë unë e kum cek edhe çdo herë që nuk jam vetëm unë ai person. Që ideja ka qenë jamja, mirë po. Fillimi. Starti domethënë ka shkuar bashku me këtë motrën, apo kupton? Sigurisht. Edhe unë kësaj kur nuk ja hupi. A kupton? Po nëse unë ja hupi na njerëzit, Allahu nuk ja hupon. Jo, padyshim. A kupton? Kështu që e falenderoj shumë edhe Allah është shpërbleft, domethënë se fillimi na e dim çdo sent, çka është fillimi është i vështirë. Edhe në këtë rast domethënë Radio Pendimi fillimi ka qenë i vështirë, mirë po kjo motra domethënë më ka ndihmuar shumë, kanë njoftuar për shembull se kjo kanë qenë më herët, i ka ditë për shembull cilën janë xhallarët. Në atë kohë kon shumë vështirë me gjetë materiale, apo kupton? Materiale për me transmetuar në radio. Që nëse për këtë ilahive ka qenë një Adem Ramazani, edhe një Nusret Kurtishi. Metodë më nisi. Po, metodë, domethënë këto dy sapo kuptohet, apo kupton? Nëse për këtë ligjërata, për shembull, kemi pas disa ligjërata Molla Jakub Hasipit. Zekria Bajramit, Doktor Shefqet Krasniqit, ju kanë disa ligjërata. Edhe Osman Abazi më duket i ndjerë, Allah më shëroft. Edhe domethënë shumë pak materiale, domethënë për me mbajt një medium. Nisët me 24 orë transmetim me një orë. Po, 24 orë transmetim normal, që ka pas shumë përsëritje, apo kupton? Po. Mirë po, domethënë na filluam ashtu, edhe suksesi për Allahut nuk vënoi shumë, a di? Alhamdulillah. Edhe filluan domethënë dëgjueshmëria për një kohë shumë të shkurt filluan dëgjueshmëria murit. Sa që filluam domethënë të kalonin edhe këto radio stacione që kanë qenë domethënë me muzikë. Po. Radio stacione me emra të mëdha. Filluam shumë shpejt të kalojmë. A kupton? Sa mirë kjo. Thash domethënë që fillimi ka qenë i vështirë sepse nuk kemi pas material. Pastaj domethënë filluan gjonat mu lecuar. Nisi bashkëpunim pastaj po. Filluan me dal CD-ja, DVD-ja, USB-ja, pastaj filluan me dal YouTube e kështu me radhë domethënë edhe pastaj ardhën edhe shumë materiale, apo kupton, nga xhallar ndryshëm, nga ilahista kështu me radhë. Financiarisht, si e mbështetet këtë pjesë, sa ishte e kushtueshme? Po çuna, financiarisht domethënë unë edhe në atë kohë po ta thon vetes që unë gjithçka që kam me pas shpenzime du më marr përsipër vet. Apo kupton? Domethënë unë fillimet e mia për askujt s'kum kërkuar domethënë ndihmë financiare. Kupton, këtë domethënë du më marr vet, edhe pse si on palen se sa shumë shpenzime, apo kupton? Se atëherë edhe koha ka qenë më ndryshe, kanë qenë sandet më lirë, sandet, apo kupton, domethënë nuk ka pas edhe shumë e kushtueshme, po. Nuk e kushtueshme, domethënë unë them vet, edhe nuk e kam pas këtë problem, se domethënë se unë tregova domethënë fillim, unë nuk e kam vetëm çet profesion domethënë me radio. Këtë dinë domethënë që unë punoj si shofer i autobusit ose përpara shofer i kamionit ose më përpara edhe ndërtimtari, apo kupton? Domethënë unë nuk më varëm për kësaj, se unë e kam treguar edhe në emisionet e mia edhe shumë mirë. Puna ime në RTV Pendimi tash është pri fillimit, pri se është e kum hap. E deri me tash është fi sebilillah, për Allah. Alhamdulillah. Unë nuk jam deklaruar që unë nuk marr për këtij mediumit cent. Apo kupton? Edhe kjo mjeti edhe Allah e di, apo kupton?
Sa është dikush mundën me thonë, ky palesa afekton, se është drejtori i RTV Pendimit, apo kupton? Ama çka folën njerëzit edhe shumë, që thonë ata nuk më hamien, apo kupton? Kjo pjesë është personale, ne nuk mund të përzimit të qëllimi. Vepras problem si pas qëllimit, thotë zoti Mandisha, dhe kjo është mëse e qartë. Edhe ata që e kanë breng safit të drejtori, le ta kemi breng ata. Jo. Ju keni goxha punë, goxha përgjithësi, goxha sfidë. Mos pak e keni mendjen tek fitimi. Po kur jemi te kjo pjesa, nuk bën pa i harru, ndoshta mos të përmend këtë më se ka shumë, po vjen te ajo pjesa kur ju gjeni mbështetje dhe financiare, njerëz duke parë punën tuaj, u ndihmojnë edhe në radio, po edhe në hapjen e drejt televizionit. Po, unë e sa e përket fillimit. Pastaj domethënë kur është rrit numri i dëgjuesve, po atjetër domethënë që ato mjetët që i kemi nuk kanë kapacitet për të pranuar një numër të madh dëgjuesve. Ne domethënë duhet mjetët tona t'i rritim. E tash kur morresh ti me rrit ato mjetët, pastaj ato vijnë sa më shumë ti ta rritish, ato aq më shumë kushtojnë. Apo kupton? E pastaj domethënë me kalimin se mendon tjerë vetë sa koncepti, po sa harxhon jo, ëh. Me kalimin e kohës, pastaj domethënë vullnetarisht plot vëllezër motra ju më paraqit kanë thonë edhe na po do na me kontribu. Me qenë pjesë e sevapit, pjesë e tij. Ne kemi për shembull njerëz, vëllezër motra që prej fillimit domethënë ndoshta, prej se shtap e deri me sot që kontribuojnë. Dikush mujore, dikush një herë në vite, dikush një herë në 5 vite, a u don? Ato ja dinë vlerën, ja dinë rëndësinë, edhe për çfarë domethënë. Kjo është vetë pjesë e sevapit. Ata që duan të kontribuojnë është çështje nëse duan të fitojnë sevap tek rruga e thirrjes, domethënë janë sponsor të përkohshëm ose ndoshta edhe afaxhat ose pavarësisht prej vullnetit tyre të lirë, nuk janë që janë të detyruar. Po, shumë e vërtetë, domethënë gjithçka është këtu vullnetare, edhe natyrisht ne domethënë sidomos muajin Ramazanit ne bëjmë thirrje dhe japim informacione. Bëjmë thirrje që kush ka mundësi të kontribuon, apo kupton? Se ne domethënë ky medium mirëmbahet nga donacionet e dëgjuesve shikuesve tonë. Natyrisht kemi edhe sponsor domethënë të tjerë, por nuk është e mjaftueshme. Por me mbajt tash në medium si është për momentin RTV Pendimi me vetë financim është problem. Ndërsa domethënë duhet me ditë se tash për momentin që është RTV Pendimi ka kosto, ndoshta s'po them edhe shumë të larta. Por s'është edhe pa ta. Nuk janë edhe pak, apo kupton? Është goxha në staf. Po. Edhe si thoj aty domethënë staf tash domethënë kemi kret serverat primat mirë, domethënë që për shembull përpara 100 dëgjues, kur u mrrike 100 dëgjues radio për shembull, edhe u ndalke, atë se s'ka pas më shumë kapacitet. Se sa më shumë ti ta blesh një server, domethënë që i bën shembull 1000 dëgjues, aq më shumë duhet me pagua, apo kupton? Sigurisht, kushton edhe pjesë. Po, ne sot për shembull ne kemi sot teknik që s'po them pa kufi, mirë po një numër konsiderueshëm domethënë mund ta pranojnë. Edhe në radio, edhe në televizion. Mos ta harrojmë, ne kemi për shembull kemi radio, kemi televizion, do këtë domethënë janë diçka ndame. Kemi web faqe, kemi aplikacion. Apo kupton? Domethënë këto krejt duhet paguar, këtë duhet menaxhuar, krejt kushtojnë. Dikush është ndron brapa këtyre. Ashtu është. Rrugëtimi këtij suksesi. Mirë, po alhamdulillah, me këtë staf që kemi, gjithçka është duke funksionuar mirë, duke menaxhuar mirë, domethënë nga komplet stafi, sepse ne alhamdulillah kemi një staf tash goxha të mirë, edhe një numër të konsiderueshëm që ndoshta dëgjuesi shikuesit tanë nuk i njohin ata kush janë. Nuk i shohin, sikur në këtë rast për shembull ty që të shohin. Ty të shohin moderator shpejtimi seni. Po stafi të dëgjojnë. Po. Avniun e ndëgjojnë kështu më radhë. Mirë, po ne kemi staf që punojnë prapa vi. Ata ndoshta nuk i njeh askush. Kushtrimi për shembull Për shembull kushtrimit që kemi. Po qëndron pas tërti. Ta përshëndesim shumë kushtrimin i cili që shumë vite domethënë është me neve këtu edhe e bën një punë shkëlqyeshme. Para se dalin te televizori, ne dim që po falenderojmë njëri tjetrin si kemi falenderuar Zotin. Unë një falënderim veçantë kam.
për veshin që sot një kujdes personalisht për mu. Shumë faleminderit gjithë ata le ta dinë këtë pjesë, se shefat kujdesen për punëtorët e tyre, faleminderit shefit. Edhe kam çokoladë që nuk po duam bë reklam këtu, po që edhe shefi kujdeset edhe për çokoladë. Kështu që vërgimtarët mund më na çu çokoladë kanë se selam, jemi të mirëse ardhur. Okej. Te pjesa e televizorit. Po, sa për këtë veç pak, veç ta mendon hyrë çokoladë se unë me të kaltu drejt, unë se kum pas zakon këto me pru çokolada, edhe këtë patone edhe njërë dhe kusha tha, shefi për para, kush në ka pru çokolada, se ka orë shpëtimi. Do më thonë, ti e boshtë e shaktar që dhe njëherë me pru çokolada. Çka ke pyetja? Pyetja për televizor, nga nevoja, nga dëshira, u zgjeruar të pendimi edhe në televizor, nga radio. Do më thonë, të televizioni, unë për të kaltu drejt, unë nuk kum pas në ndërmend që ndonjëherë të hapim edhe një televizion. Mirë po, shpesher ishte kërkesa nga dëgjuesit tanë, hapni edhe një televizion, pse s'pe hapni një televizion, e kështu me radhë, domethënë ka pas shumë kërkesa. Si radio është prej të parave islame. Domethënë, radio nuk bëhet çfarë bën një radio tjetër. Po te televizioni pse kërkesat e shumta edhe. Po, kërkesat e shumta edhe domethënë pastaj çështu filluam domethënë mu interesua. Çka nevojitet për me hap një televizion, çfarë teknik duhet e kështu me radhë, domethënë edhe këtu për shembull vëlla kushtrimi u gjet e ka ecë këtë punë shumë, domethënë ka marrë informacione, mos ta harroj ta përmendë edhe vëllaun Habib Sahidin, i cili po ashtu domethënë sa i përket televizionit, jo vetëm televizionit, por edhe shumë tjera domethënë nga aspekti teknik na kanë ndihmuar, është gjithmonë i gatshëm për të kontribuar. Ata që janë përpas skenës luajnë rol zakonisht më. Shumë kemi, po unë tash nuk po duhet shumë që mos më hinë hak mi përmend të gjithë, aty se të harroj edhe pastaj aty. Domethënë ne i morëm gjitha informacionet se si mund të hapim një televizion. Çka na duhet edhe kështu domethënë lind ideja për të hapur edhe televizionin. Edhe vetë u hap televizionin? Televizioni domethënë është hap në vitin 2018-2019 që ashtu më duket. Por nuk jam bash shumë i sigurt te televizioni më shumë kusha e di. Se ajo është marrë më shumë me këtë çështje. Për atyre që kërkuan me ngulm, si u prit televizioni, u mirëprit, vazhdon të mirëpritet ende si është. Shiko, domethënë sigurisht që është mirëpritur mirë. Qyra, nuk kemi diçka për shembull në televizion diçka të veçantë. Ne shumicën për shembull programi jon është i përgatitur me playlista. Për shembull dëgjohet ilahi, ligjërata kështu me radhë. Por një gjë për shembull neve na veçon si medium, se ne për shembull në shumicën e rasteve, domethënë në shumicën tribunat që kanë bëhen në diasporë, qoftë Zvicër, Gjermania, që aty, domethënë ne mundohemi që aty të jemi, edhe ta transmetojmë live. E kjo është, me fort drejtën, kjo është koqa një sfidë e madhe, po ne kemi edhe këtu një staf të mrekullueshëm, e sidomos stafi nga Zvicra. Masi po folim për stafin nga Zvicra, duhet t'i përshëndes edhe me emën, domethënë është vllau Isak Sinani, Enes Rustemi, Lavdim Munishi, Agim Uzeri, inshallah se kum harrua edhe do kont. Për shkak të tash më mirë mos ta hapim këtë derë mi përmend. Juve që përmendet çokolada që s'më të presim, kështu që s'ka reklam falas më bë. Domethënë kjo unë mendoj se kjo na veçon neve më shumë nga mediumet tjera. Sepse mendoj që ndoshta jemi vetmi medium që mundohemi tribunat islame që mbahen sidomos në diasporë të transmetojmë edhe live, domethënë në televizion, në radio, në Facebook, shumë herë edhe në YouTube. E kjo mendoj që na veçon neve, sepse na alhamdulillah na e dim që ka edhe mediume tjera islame, edhe ato funksionojnë mirë. Por thash domethënë kjo mendoj se si pastaj kemi edhe emisionet tona të drejtë për drejta live që kemi me hoxhallar të ndryshëm ose posaçërisht emisioni Drejta së Vërtetës që bëhet me host Fadil Muslimin çdo të diel live. Edhe kjo është për shembull diçka e veçantë. Kemi emisione tjera që mbahen freskia mëngjesit e kështu me radhë, domethënë edhe ato transmetohen live në televizion, ndoshta jo kështu tash me kamera, mirë po me prapavija të bukura kështu me radhë. Që dikush për shembull
thot nuk po duhem me dëgjuar në aplikacion ose në kompjuter ose kështu, thot po duhem me pa në televizion i për mundësia. Mund me gjetë të vëmendimin në aplikacion ata që e duhen, po. Po. Mund me Po. gjetë. Ne kemi aplikacionin për sistemat që janë më të njohur, domethënë sistemi i Androidit, domethënë që gjendet në Google Play Store, edhe sistemi domethënë i iOS-it, domethënë Apple që janë këto, edhe aty mundesh me gjetë domethënë aplikacionin e RTV Pendimit. RTV Pendimi tashmë ka 2 kanale. Po, na i kemi domethënë edhe kanalin e dytë që transmeton 24 orë Kur'an. Edhe këtu domethënë edhe kjo është mirëpritur mirë nga ndjekësit tanë, për shembull tash kjo është mendoj që është një opsion shumë i mirë. Tash për shembull hyn e ndëgjon kanalin 1. Ka për shembull ilahi shumë ose ndaj ligjëratës diçka nuk e ndihesh mirë edhe thuash, "Ok, po duam të dëgjoj Kur'an." Një klikim edhe dalesh domethënë kanalin 2. Edhe dëgjohet Kurani, famlar, ta kupton. Çfarë reklamon ose çfarë ka pranuar të Pendimit të bëj si pjesë reklamës? Çfarë pranon si reklama, se e dim që të Pendimi nuk pranon reklama. Çfarë është e lejuar ose çfarë masakë? Shikoj, sa i përket marketingit, ne u japim mundësi, domethënë, bizneseve tjera, domethënë nga tjera kategoritë që nëse kanë dëshirë të bëjnë marketing tek ne. Mirë po, për dallim nga të tjerat mediume, ndoshta ne kemi disa rregulla ose disa kufizime në këtë rast. Domethënë, nëse vjen një biznes të një firmë dhe dëshiron me reklamuar tek ne, mirë po, ajo përmban për shembull produkte që janë të ndaluara nga feja islame, për shembull, nëse ajo shep alkool, normal që ajo më na dhon edhe 1 milion, edhe 5 milion, edhe sa duhet na nuk e pranojmë. Haram, halal. Domethënë na kemi këto kushte, domethënë. Gjithçka duhet me qenë në ambrellën e Islamit. Mos me shkel dispozita islame. Por ndoshta domethënë nuk është problem, domethënë kush doje, edhe çmimet i kemi mendojnë që të mira, po edhe ato që bëjnë marketing tek ne, edhe ata duhet me ditë që inshallah në rast të parë e ndihmojnë biznesin e tyre, po ata duhet me ditë që e ndihmojnë edhe në medium islam. Janë pjesë e thirrjes. Bravo. Domethënë kjo është jo pak. Domethënë mendoj që është përfitim në 2 anë, edhe inshallah përfiton për biznesin e vet që ka, po inshallah përfiton edhe sevap, se për ndihmon në medium islam ja lehtëson çështjet. Angazhimi i stafit në diasporë. Këtu në Kosovë jemi pak, 2-3, 4 më shumë. Angazhimi i stafit në diasporë. Pak ka vlerën e madhe. Faleminderit, Allah shpëlbeft. Gjithmonë në qëllim atë fitimin e sevapit, drejtori nderuar, po stafi perëndim angazhohet i tërë i falas. Kjo është shumë për çdo lëvdat. Shumë vërtet. Domethënë stafin që kemi në ne gjithë bëjmë një punë, kjo është puna jonë e dytë. Domethënë nuk është pak marr parasysh faktin kushteve, kritereve të punës në perëndim. Domethënë me lënë diçka mungut, me lënë familjen mungut, me u angazhu, nuk është pak kjo pjesë. Stafin që kemi në diasporë, domethënë është me vërtet i mrekullueshëm edhe lut Allahun që t'i shpërblen inshallah me xhenetin më të lartë. Domethënë ne kemi personel, kemi staf duke filluar domethënë nga unë prej ku vin kemi në Austri. Kemi staf në Zvicër, kemi staf në Gjermani. Domethënë më shumë stafi që është në diasporë thash domethënë më shumë ata mirën më shumë kur kjo tribuna manifestime islame kur vjen çështja domethënë që transmetohet live në RTV Pendimi. RTV Pendimi është edhe pas organizimeve për ndërtë 17 shkurtit, për ndërtë 28 nëntorit, për çështjet kombëtare. Po, edhe çështjet kombëtare. Nuk përjashton të manifestime, përkundrazi i mbështet shumë, i transmeton drejt për drejt edhe është gjithmonë një mbështetës medial. Falas. Për me shumë vërtet edhe kjo që përmendëm domethënë ne nuk jemi një medium që programi jon 24 orë përmban vetëm islam. Domethënë ne mundohemi edhe nga rubrika tjera, domethënë të kemi transmetime. Për shembull, fillojmë nga çështjet kombëtare. Kemi shembull materiale që transmetojmë nga kategoritë e shëndetësisë. Pikërisht. Teknologjia.
Arsimi, e kështu me radhë, domethënë na mundohemi që të jemi prezent në shumë pika. Tek familjes shqiptare. Mos mendojnë ati se ne jemi vetëm një medium që transmetojmë 24 orë vetëm për islam. Por besoj që tash janë bërë disa vite edhe shumica e dinë dhe njohin domethënë çfarë transmeton në rreth vendim. Por çka do të mos kthehemi te stafi në diasporë, domethënë stafi në diasporë domethënë më shumë është i fokusuar për transmetime direkte. Por kemi në edhe staf për shembull në diasporë, për shembull Arbëri, që shpeshherë përgatitur për shembull ndonjë flyer, për shembull flyera për tribuna, ndonjë video. Kontribon me diçka. Kështu më radhë, domethënë kemi domethënë secili mundohet me dhënë një kontribut. Ndoshta dikush për shembull, dikush më shumë, dikush më pak, po secili mundohet me dhënë një kontribut të vogël. Edhe siç ata janë ti, domethënë të gjithë pa pagesë, domethënë pa kompenzim. Dhe ma shumica e të hyrave që donatorët për me ata e din, edhe nuk kam pikë dyshime që e din, për me lehtësu sa të pak atë nëse ka ndonjë hamendje apo jo, shumica investimin, për me thonë ndoshta krejt, hynë të reditizar vendime vetëm në avancim si medium. Domethënë blejnë pajisje të reja, blejnë studio, angazhohet staf, domethënë këtë të holla, për gjithë ata që donë të jenë pjesë së vapit, për këtë mënyrë përdorën, domethënë për gjetjen e mysafirëve, mbulimin e sadopak harxhimeve të tyre, se nuk mbulohet, nuk bën ndonjë pagesë komunitet sa e madhe, mysafirë që ftohen, gjithçka domethënë është kjo vetë investimi. Mirë që e ceke këtë pyetje për donatorët, domethënë që edhe pse na kur asnjëherë nuk kemi pas ndonjë donator që ka thonë ka pyet, po, absolutisht, po. I dërgova 100 euro apo më ditë se çka bëni ju me ato 100 euro. Për lehtësim kësaj pjese, jo që alhamdulillah, valla, kjo është më vërtet për lavdata. Po. Është mashallah, kupton që se shumica domethënë kur ta jep donacionin, kur ta jep domethënë kontributin e tij, ai e jep me niyet për Allah, edhe mo nuk intereson atij se apo kesh përdorur as po kesh përdorur ku po shkona, domethënë ata kanë besim. Amanet jo i lehtë për ne, sidomos për juve. Po, ata kanë besim tek ne. Po. Sa i përket domethënë donacionet, domethënë shumica e mjeteve financiare që kanë vinë nga donatorë të ndryshëm shfrytëzohen domethënë për pagesën e punëtorëve. Se pa punëtor, domethënë pa punëtor të rregull që ka orar të rregullt, domethënë është shumë vështirë për ta mirëmbajtur një medium. Ka harxhime tjera, sidomos teknik, sidomos me këtë kapacitet që jemi tani, apo kupton? Domethënë pa punëtor mundesh me harrua. Kjo është domethënë pjesa më e madhe, a di? Unë tash domethënë dëshiroj edhe ta falenderoj edhe një person, Haxhi Baktirin, i cili jeton në Zvicër, domethënë me familjen e vet, i cili tash ku jemi na duke mbajtur këtë emision, këtë lokal, ky person që sa vite domethënë që 7-8 vite që i ka lëshuar pa asnjë kompenzim material. Domethënë ky lokali që është në dispozicion që i kemi na, ne kemi teknikën radionikati të tërë. Këtu e kemi domethënë studion për televizion, edhe ne domethënë për me shfrytzuar për pa marrë parasysh çfarë nevoja. Ky person domethënë Haxhi Baktiri me familjen e tij e ka lëshuar këtë lokal domethënë pa asnjë kompenzim. Domethënë na nuk paguajmë këtu qira as kurzon. Edhe është me të vërtet një lokal shumë i madh, domethënë 120-130 metra katror mos i ka më shumë. Këtë është në dispozicion tonë. Domethënë bashkë pjesëmarrës nëse vapë lera është hapur kush do të jetë, ka mundësi. Pa pas frikë se parë do të shkojnë. Kjo për shembull kjo që ne nuk paguajmë qira këtu në Prishtinë. Kjo neve shumë na ka lehtësuar punën. Ky person inshallah, Haxhi Baktiri inshallah ja bën xhenet edhe me familjen e tij, sepse kjo nuk është normale. Jo çdo kush për shembull e lëshon lokalin 120-30 metra katror. Për kaç vite është fjalë. Për kaç vite. Për një periudhë të shkurtër edhe pastaj gjendës, nuk është çështje ime kjo pjesë. Se për shembull sidomos në Prishtinë. Prishtinë këtu për shembull nesër me dal ky Haxhia, me thon lokali është jepet me qira, nesër me makinë vjen e merr dikush për ndonjë biznes. Po e merr.
Apo kupton? Se është domethënë është shumë edhe vend i mirë. Është shumë vend strategjik. Këtë haxhin në familjen e tij, inshallah Allah është problem me xhenetat më të larta. Aq mund me bëu dua kështu domethënë. Amen. Për fund, planet tutje, si drejtor planet fund tutje si medium, çka janë tek janë, si do të vazhdojmë bashkë, ndoshta zoti më ndihmë tutje, si RTV Pendim. Po kështu domethënë na, sidomos tash çto kohë në fundit, muajt e fundit kemi bërë edhe disa ndryshime, besoj që janë ndryshime të mira, edhe janë mirëpritur nga dëgjuesit shikuesit tanë. Ne tash për shembull kemi punësuar domethënë edhe moderator të ri. Edhe çka është për shembull më rëndësi, për mua sidomos që emisionet që i kemi paralajmëruar, emisionet javore, për shembull Pezom garo dhe ti çdo të mërkur ora 20. Për shembull në shumicën e rasteve unë mundi me udhëheq këtë emision. Por ka raste për shembull nuk mundi se jam në punë. E tash për shembull kur nuk kemi pas moderator, u dash këtë emision me anulua, apo kupton? Me po tash kemi moderator që mundën domethënë me zaventësua mua, edhe nuk anulohet emisioni. Shumë mirë. Domethënë kjo është një qëllim ose një dëshirë jeme që e kum pas që emisionet mos të anulojmë, kupton? Të jemi të rregullt me emisione. Përkundërzi, është pasurues në programore me emisione, domthon disa janë diçka janë pasuru me shembull kemi rrit domethënë ne kemi rrit kapacitetin. Tash për shembull, nëse folim për shembull për freskia e mëngjesit, është më çdo të hënë deri të prandër për shembull ka filluar ora 9 deri ora 11. Tash fillojmë ora 9 deri ora 12. Por tash kemi shtuar edhe ekstra, kemi shtuar shtunën edhe diellën, që bëhet emisioni freskia e mëngjesit. Domos sa më afër dëgjuesit, sa më afër shikuesit në plotësim të kërkesave të nevoja. Domethënë kjo është edhe për të ardhmen, domethënë unë mendoj se jemi rrugën e mirë. Por gjithmonë domethënë ka vend por më bëhet edhe më mirë. Kjo nuk është vetëm tash në medium, kjo edhe në familje, edhe ka të shkosh domethënë gjithmonë mundet më mirë. Amo gjithmonë do të me pas kujdes edhe me ecë me maturi. Mi analizuar sendet mirë. Si breshka, po sigurt më mirë. Mos me bëj si lepra më bëj pastaj në cak. Shumë vërtet, prof, Allah të shpërbleft. E kështu që domethënë unë mendoj se e ardhmja domethënë ne çdo çka i kemi me qenë stabil. Po domethënë gjithmonë ka edhe hapësirë për diçka më shtuar më mirë se anda, kupton? Po, nëse jemi edhe qështu, mendoj që mirë jemi. Dorë zoti që ato që keni në mendje, ato që keni në plan edhe bashkë me neve, këto t'i realizojmë edhe... Sidomos për shembull për muajin Ramazan, Ramazan do të ketë normal që ka ndryshime se enda, apo kupton, është ndoshta një program pak më ndryshe. Gjithmonë më i pasur. Po, domethënë ne mundohemi, por tash domethënë gjithmonë duke i shikuar rrethonat dhe mundësinë që janë. Se na jemi njerëz, apo kupton? Për shembull ndonjëherë ti je me shëndet mirë, i pushuar mirë, ke vullnet shumë, apo po ndonjëherë bën për shembull në një fazë ku del bateri lodh. Ganer bjen be sistemit. Edhe pastaj gjithmonë do të më llogarit edhe moshën, se për shembull atë kur e kum hap Radio Pendimin i kum pas 24 vjet, apo kupton? Sot 43. Tash nuk po folem vetëm për mua, se ndoshta unë nuk bëj edhe shumë. Atë tash më shumë kret ju që funksiononi këtu. Kret ka pak. Po besoj që edhe ti mundesh me ma vërtetuar se sa më moshuar që bëhesh, aq më vështirë pak atë shkëngjon. Pjekësh më shumë, por ta shoh pak takati. Janë nis ta shoh takati. Mas nesër Bajram, do të jesh në Kosovë, do të jesh brapa në familje, në Austri me familje, apo si është puna? Ku do të presësh Bajramin? Qëra, do më thonë, se më përket festës Bajrami, do më thonë, neve ma shumë, po na kapën Bajrami atje në... Ta përmenim, ta prekim me këtë pjesë pak, si festohet, si pritet, si i gjen festat fetare, kombëtare, mërkimtare të atje, se ditë pushime e dim që shpesh nuk kemi, pastaj si menaxhohet kjo pjesë, si... Qëra, valla me thonë drejtën, do më thonë, tash atje në diasporë, do më thonë, tash sa i përket festave, bajrameve, mendoj që jemi të shku në drejtimin e mirë, pasi që emigrimi e ka bënë vetëm.
sidomos po folet tash për fshatin ku jetoj unë, domethënë shumë njerëz janë larguar. Domethënë nuk mundim na me thonë tash që nëse e bosh Bajramin tash në këtë kohë që po jetojmë na, edhe që e ke bo Bajramin para 20-30 vjetë, domethënë ka shumë dallim të madh. S'ka atmosferë është fjala apo çka? Po, jo nuk ka. Nuk ka. Nuk ka, domethënë është zbej shumë. Është zbej shumë për shkak emigrimit. Tash besoj domethënë që atje për shembull po folet për në Austri ose Gjermani, besoj që edhe atje bëhet shumë mirë. Sepse për shembull po folet për shembull shumica e familjes teme ose fare fisit tem jetojnë në Austri, në Gjermani, domethënë shumë pak kanë me të atje. E përse që nuk është kjo vetëm tek unë, kjo është qëndron te po thuaj tani shumica për nesh. Në shumicë, po. E për shkak domethënë atje tash këto festa po vjen tu bë edhe më mirë, apo kupton? Edhe më shumë lehtësime. Më shumë. Unë s'kam çka më shtu, çka më hek, nëse ke diçka të pa thënë, urna është studio. Por ju nëse jo dëshiroj kthim të marrë të shnetshëm familje edhe Bajram. Faleminderit shumë, prof. Edhe argjenit pranuar dashur të rëndësishëm. Unë faleminderit edhe një herë për ftesën, ishte një bisedë shumë e këndshme, domethënë që ndoshta më të kaloj drejt edhe nuk e prita që do të bëj. Befasi që se ke prit. Por Ramadanit e bëm këtë pjesë kështu. Faleminderit shumë, domethënë jo për sfundit, domethënë unë dëshiroj t'i falenderoj gjithë dëgjuesit tanë, shikuesit tanë, ndjekësit tanë, ata që na përkrajnë, ata që na ndihmojnë. Se pa ata ndoshta do të ishte shumë vështirë që ky medium të funksionon. Domethënë gjithmonë rrata e parë për mua vinë ndjekësit tanë. Gjithmonë. Se na çdo emisione kristane që i bëjmë për ata, apo? Sigurisht. Në jetë është për Allah. Amo këta emisione domethënë kush i kqyren? Na kqyren shikuesit dëgjuesit tanë. Domethënë i falenderoj shumë. Allah i shpërbleft, domethënë inshallah i bën prej banorëve të xhenetit. Amin. Pastaj domethënë komplet stafin e radio televizionit Pendimi, mos e harroj. Ne kemi pas vëllezër edhe motra që kanë qenë në staf më përpara. Domethënë është një numër shumë i madh. Por nuk po hi tashmë i përmend me emra se përsëri domethënë ndoshta mundi me harru dhe po mos të kemi keq kuptime. Domethënë edhe ata që nuk janë më pjesë e jona, edhe ata kanë dhënë kontributin e vet. Unë gjithmonë e vlerësoj. Ta vazhdojnë të jenë pjesë sepse emisionet gjithmonë e vlerësoj. Caktimi i Allahut domethënë për arsye ndryshme. Sigurisht. Nuk është më në mesin tonë. Sigurisht. Domethënë stafin, mos pastaj domethënë gjithë donatorët, hoxhallarët, kretë gjithë personat që mundohen të japin kontribut në mënyra ndryshme për këtë fe. Allah i shpërbleft. Edhe për të fund domethënë, s'kam çka më thonë, falenderoj edhe një herë për ftesën. Edhe gjithë stafin domethënë që japin kontribut. Faleminderit shumë. Të nderuar që të kishim studio, unë si moderator dhe të tjerët si dëgjues e shikues, ne vazhdojmë emisionet tona, ju qëndroni me ne pas nesër fest, do të mëndishme që secili prej nesh të festojmë pranë familjarëve tanë, me më të dashurit tanë, gëzohemi, shtrim dorën e pajtimit edhe ta shijojmë vërtet Fitër Bajramin ashtu siç edhe pritet. Brenda apo jashtë Kosovës ku do të qofshim ne bashkë. Vërtet një intervistë ekskluzive që na mundsua fal Zotit Madhëshëm. Ne prapë falenderojmë drejtorin për kohën dhe mundësinë që ky ndoh për të qenë me neve dhe me juve bashkë. Emisionet tona vazhdojnë, emisionet fundjavë me provën vazhdojnë, ne takohemi sot një javë deri atëherë. Selam aleikum dhe mirëmbëjtje.